muzikën e ka filluar qyshiri duke qenë një ndër zërat më të fuqishëm. Na ka argëtuar me balada, por me këngë ritmike që sot asaj dite akoma dëgjohen me emocione të njëjta. Bëhet fjalë për Berkanin, i cili ishte i ftuar në emisionin Zoom. Faleminderit Albin, unë ty po të falenderoj për ftesën, edhe pse jemi në Shkup, jemi me të vërtet me një ambient shumë të bukur, me një natyrë të bukur, të thamë, me një vend ku 2 klipe i kom bo dhe tash. Ai e përmendi operacionin që për të ishte një periudhë jo edhe e lehtë, për në Zoom pranon të rrëfet në lidhje me këtë ndodhi që e mbajti pak të fshehur. Ke vështirë diagnozën, simptomet e para kenë lodhja, njerësa, me frymarrje kisha problem, deri momentin kur vendosa me shku me bo një eho, mas zbulun mas ne që du të më operu. Operacioni nashta tinglon letë që është valvulave, po veç zoti edhe unë e di që kom hek, 5 orë operacion. Zemrës, mi kanë thy krejt teshnat, ma kanë punu zemrën, apet mi kanë gjitë. Do me thonë, ajo komu ka duk si 10 vite, do me thonë, qaq fështiri. Këngëtari nga Maqedonia duke të jetë pozitiv, ani pse pas ka kaluar në këto momente, kjo si pas ti bura nga shpirti, se të gjithë e njohin si person pozitiv. Njerëst, kur për ju tregoj, po thot jo, s'munët se shumë mirje, edhe ato s'po ma thojnë tash mas 9 mujve, po ma kanë thonë edhe mas 3 jave. Për shkak që bandën e kom pasë ndër teshave, dhe s'kanë mujt me e vrejt, po unë kom qenë i busqeshën edhe ambicia, pozitiviteti, besimin ndaj Zotit njere që kom shumë të madhe, ajo më kam baj doshta edhe më ka pështu. Sa është për Persit i kesh bashkëpunëtorët e njëjtë që ta kuptojnë botën, ja si përgjigjet Berkane. Po të falenderoj shumë për pyetjen se je nga moderatorët edhe gazetarët të ralla që i bëjnë këto pyetje, po të veçoj për këtë aspekt sidomos, për shkak që me të vërtet është një sen shumë diskutabile. Do më thonë, shumë vështirë e kanë nëse nuk din qa donë. Unë tash po të flasë edhe nga ana, s'muj me thonë që jom producent me krejt kuptimin, po e njof programin mirë, e njof projektin, e njof ato që ka du me e bo, po marë parasysh, a e kom kompletu unë ose jo. Shumë vështirë është kur ulesh me bo diçka dhe nuk e din, ose nuk din mja cek. Se s'din ka mu drejtu se ka këngëtar shkojnë ose vinë thojnë, bo ma një hit. Tash më kona jo tort, që ka recept kredi me e bo njëtë, po hitin kërkush s'munët me ta garantu. E po, Berkani na qiti në një tem krejt tjetër që gazetarët kanë problem, sepse në artikujt e tyre shpallin një këngë hit, qysh në momentet e para të plasimit dhe sipas këngëtarit, kjo është e gabuar. Po më vjen hiti, e boni hitin, sot e ka qitë që po thuti, e boni hitin. Është bo shumë shprehje e thjesht më thonë hiti, hita nuk ka shumë. Hitin ta cek vetë natyra kur e shen një fmi të taknu këngën edhe një plak ose plak. Cila është receta kur një këngë është e suksesshme, është klikimi më të si suksese? Unë e mos pi besoj klikimeve se tash të si e kom 2.000 euro në gjep, unë nesër e kom 2 milion viewsat për 24 orë. Nëse te e qmon vetën me klikimet e YouTube-it për projektin ton, te le më zbon muzik mo. Kur te keme hec krejt Kosovën ose Shqipnin Macedonin, s'ka mu të ngu kanga, ato viewsat veç mesin si figurat. Deri tani prekëm tema nga më të ndryshmet në lidhje me jetën profesionale e personale të artistit, por cila këngë do të ishte pasaporte jetës së tij. Kanga Maraton ka simbolizu mu, të thëmë drejten ma shumë, se me ata që së më ka njoft ose që mas një ka kujtu, ka thonë a jeti që e kënon maratoni. Dhe maratoni ke ajo, s'po du me thonë une, ajo kanga që ashtu ma shumë boni, bum muj me thonë, që për e thëmë, me të vërtet hitu bo atyre. Edhe pse se prita është një kangë që s'kom pas besim shumë heq të maratoni. A është kanga ma shumë dhe që edu? Jo, as pak. Ka shumë kanga tjera, sidomos e kam një lule, quhet,
Ato ma ka bo tek shkrusi Bujari Drizi, shoku jemi shpirtit, që kom dos numër një, ai ato fjali ka derdhen në letër, shka ndoshta kishim qenë në i mentalitet tjetër, më konë fiq pak se Italia ose Franca ose s'podi ku Amerika, kish dhes shumë se është një serenat shumë e bukur, e ajo është këngë për mu. Kisha dasht me ato mu njoft ma shumë, po për shkak që populli jonë po preferon një stil tjetër, edhe na po bojmë sene tjera, më artificiale, për që ato ajo kënga nuk vdes, por in anash dikun. E po bërkani si bërkan më, na knaqi me muhabet të këndshëm dhe për fund, as për shikuesit tanë nuk mungoj një mesazh. Ju dëshiroj kretë mira të jetë, tjeni sa ma shumë pozitiv, mos me pa lajme përqarje mes një shteti, mi u dhonë këtymve seneve fund, mos më konë materiali shkak që mu prish një popull, mu konë kretë bashkë, mu konë kretë mirë, që me mujtë me egzistua i vend gjithmonë, pa marë parasysh këto anë Kosovë apo kudo koftë, me qenë ma pak agresiv mundësisht, me qenë ma pozitiv, me dash njën i tjetërin, edhe mës me dash bile me respektu, edhe me ndëgju sa ma shumë muzikë, se muzika edhe aktrimi për mu, arti është seni